Ibn Qayyim rahimahullah do të tregon se njeriu në moment të vdekjes zhveshet nga disa ngarkesa, lirohet nga disa litar që ka qenë në shëndet, ka qenë i lidhur me to. Kur vjen vdekja, ato vetëm ju bien. Si bien ato, njeriu me njëre e ndron gjendjen. E po, pse këtë nuk mund ta bën edhe para se më ardh vdekja? Pse këtë gjendje nuk mund të bëhet edhe para se më ardh? Andaj shumë që njeriu domon është i lidhur patjetërisht me disa pengesa që në vend se me punu me i largu ato pengesa, ai i arsyeton pengesat. Na shumë shpesh edhe të ndërrohet në shumë situata kur bëhet fjalë më ngrit, për shembull njëri më pastru, me shtu intensitet të adhurimit, ma tepër punojmë në arsyetim të gjendjes sesa në ndryshim të gjendjes. Pa ke pa ka situata kur për shembull me kënd që ke pas mos pajtim apo diçka, kur des natyrshëm vjen keq si patëm pak apo snetëm apo vetë ti vjen pse? Pse vdekja ndron gjendjen. Çfarë kuptimi në gjendjen? Vdekja çka ndron? Vdekja të ndrozur kur njëri vjen te deka thon. Ai shtohet iluzioni e migullima, ai shtohet qartësimi i realitetit. Çka shtohet apo? Qartësia thon. Sa më afër dekës njeriu, më shumë e sheh realitetin, derisa e sheh komplet realitetin. Do sa më tepër të mbyll syt për dunjas, e shohim realitetin, apo? A çështo? Domthon, sa më shumë që të mbyll syt, nuk jetoj pa më dunjan, apo? Në raport me mbyllën e syve kashi dunjas, fillon me pa kanë ahiret. Ne të mbyll syt komplet, e sheh krejt ahiretin. A je diçka pa kur i mshil syt? Ja kurrë. Është melekul mautin, shpirti shkon tek Allah xhallahu, është vorrën, është xhenetin, është xhenemi, këtë shaft. Don, çka realiteti? A do të thonë ka problemi që sa më afër realitetit, çaq më i bindri. Don, çka është? Don mes neve edhe përmirësimit, mes neve edhe realitetit, mes neve edhe pendimit, mes neve edhe ngritjes që ka një botë e iluzioneve, apo që në fundit janë një balon i mbushur që një pickime e çfrynë e kupton që s'pas ka pas kur gjafë. E po që të na thotë Allah xhallahu më vdisohen. Ç'kjo që e gaflete apo? Non ç'kjo është lagja. Ç'to do të ka problemi jon. Zbrazë e zemrës nga hireti realisht e dobson fuqinë e ndryshimit atë. Jo rrethonat e jashtme apo. Jo rrethonat e jashtme. Jo koha, jo situata, jo fitnet. Jo. Aja që realisht në esencë, a janë këta faktor? Po, na nuk e mojmë, a janë faktor. Por cilë është faktori real, që realisht e dobson përmirësimin, na plagështon, po si lodhje, po si probleme, cilë është realiteti? Është veç zbrazje e zemrës nga ahireti dhe mos përfyturimi i ahiretit para syve tonë, nëse shohim.